Tragjedia e shkaktuar nga zjarri në një diskotek në Koçan vendosi në lëvizje të gjitha institucionet. Fokusi i kontrolleve që po bëjnë organet kompetente ditëve të fundit janë pajisjet e nevojshme për shuarje të zjarrit. Kontrollet nëpër shkollat e Gostivarit janë në vijim e sipër dhe brenda javës do dihet se kush është gjendja e hidrantëve nëpër këto institucione, por edhe aparatet për shuarje të zjarrit. Kështu deklaroi kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, i cili thekson se një gjë është e sigurt, sado që të jetë kostoja financiare, komuna do të angazhohet deri në fund për një siguri sa më të madhe nëpër shkolla. Po, momentalisht nëpërmjet sektorit të arsimit janë dhënë urdhëresa që të kontrollohen të gjithë shkollat në kuadër të komunës së Gostivarit dhe këto kontrolla kryhen. Në fund do të kemi një raport nga të gjithë shkollat aty ku do të ketë nevojë për intervenim. Komuna e Gostivarit do të kyçet dhe do të intervenohet me të vetmin qëllim që nxënësit në të gjithë shkollat të kenë sigurinë e nevojshme. Kontrollet e deri tanishme që i ka urdhëruar sektori i arsimit në komunën e Gostivarit flasin se në disa shkolla pajisjet për shuarje të zjarrit kanë qenë në gjendje të rregullt e në disa të tjera është shfaqur nevoja për intervenim në drejtim të riparimit të njëjtave. Kështu njofton udhëheqësi e sektorit të arsimit në komunën e Gostivarit, Aslian Snopçe. Edhe ato që nuk janë funksionale, normalisht në disa shkolla janë kryer ato obligimet, në disa vazhdojnë që të kryen, që të blejnë treja, ndërsa ato që i kanë mbush dhe janë të furnizuara, i morën edhe rekomandimet edhe nga komuna, po edhe ato vetë si udhëheqës të shkollave pan të nevojshme dhe të arsyeshme që menjëherë të fillojnë me procedurën dhe të rritet siguria më e madhe e nxënësve nëpër shkollë. Kujtojmë se organet kompetente kanë vijuar me kontrollet nëpër institucione të ndryshme për të parë se sa të njëjtat i plotësojnë kushtet e sigurisë. Krahas objekteve shkollore, po kontrollojnë objektet hotelerike dhe të gjitha hapësirat me karakter publik. Nga komuna e Gostivarit thonë se kontrollet janë një hap i rëndësishëm për të siguruar që çdo qytetar të mund të jetojë në një mjedis të sigurt.